Kjo interpelancë vjen në një moment të rëndësishëm në fakt, sepse qytetarët shqiptarë sot, siç e keni dëgjuar, kanë 11 ditë që dalin në rrugët e Tiranës dhe thonë, po shisni Shqipërinë, Shqipëria nuk është në shitje. Dhe Edi Rama del dhe thot, në fakt, qa janë këto, thot, po shesim Shqipërinë, është tokë private. Bën sikur nuk kupton. I bën njerëzit për budallënj. Kur qytetarët shqiptarë thonë, po shisnin Shqipërinë, zoti ministër, po thonë një gjë shumë të thjeshtë. Po shisni interesin e shqiptarëve. Po shisni Shqipërinë, po shisni tokën shqiptare, po shisni fatin e Shqipërisë, po shisni të ardhmen e shqiptarëve dhe të Shqipërisë. Sepse për shembull ky është një rast konkret ku ju keni për detyrë të mblidhni prej kohësh 120 milion euro. Dhe shqiptarët kanë shumë dyshime në lidhje me punën tuaj. Thonë, ky ministri i qeverisë Rama po bën interesin e bankers apo bën interesin e shqiptarëve? Po i shet shqiptarët edhe ky? Ky është dyshimi që kanë. Dhe ju nuk mund të thoni që nuk kanë arsye për të patur një dyshim të tillë, sepse këtu skandalet janë pa fund. Ne e dim shumë mirë që në koncesionet nuk janë bërë në interes të qytetarëve shqiptarë, janë bërë në interesin e qeverisë, në interesin tuaj, në interesin e Partisë Socialiste, në interesin e majorancës, në interesin e ministrave, të zëvendës kryeministrave dhe kryeministrit që është pasuruar në kurisë të shqiptarëve. Dhe kjo është domethënia e zloganit Shqipëria nuk është në shitje. Shqipëria e shqiptarëve jo tradhtarëve. Me këtë ka se është tradhti. Si nuk që nga tradhti të vjedhësh popullin më të varfër në Europë. Është tradhti. Është tradhti që shke me të. Dhe nuk do t'ju vi keq nëse ju quajnë tradhtarë. Sepse janë ndjerë të tradhtuar. Shqiptarët janë ndjerë të shitur. Janë ndjerë të shitur jo vetëm nga kjo qeveri. Janë ndjerë të shitur në këto 35 vjetë në fakt. Po si që keni shitur ju, si ka shitur askush. Ju keni arritur të shisni në mënyrë të pa imagjinueshme. 100 miliona euro. Para kësaj interpelancë, u kisha një interpelancë tjetër, në lidhje me një skandal tjetër për 1.3 miliard euro. Këtu flasim për thjesht 120 milion euro. Po kjo është shumë domethënëse. Sepse nga kjo ne mund të kuptojmë, por në këto 35 vjetë, kur është dhënë në përdorim, shfrytëzim, nafta e gjithë shqiptarëve, është bërë interesi i shqiptarëve, apo janë shitur dhe në të rast. Prandaj kjo gjoba është shumë e rëndësishme, se nga kjo do të kuptojmë si jeni sjell ju. Ju i keni shitur shqiptarët, apo keni bërë interesin e shqiptarëve në raport me bankers dhe me këtë gjobë. Faleminderit. Zoti Malaj, keni fjalën për të dhënë shpjegimet tuaja 20 minuta. Të nderuar drejtuese seancës, të nderuar kolegë deputet, çështja e bankersit kërkon fillim, zoti Sheaj, një trajtim faktik dhe kronologjik të gjithë ecurisë së saj që nga momenti i firmosjes së marrëveshjes, në mënyrë që të kuptojmë se kush ka qenë historiku përpara se sa të shkojmë ke mbledhja e detyrimit. Kjo dhe për vetë faktin sepse duhet bëjmë një dallim midis pretendimeve të tua për shitjen e Shqipërisë dhe realitetit juridik dhe institucional. Atëherë, në qershor të vitit 2004, qeveria shqiptare firmos marrëveshjen e hidrokarbureve për shfrytëzimin e vendburimit Patos Marines për një afat 25 vjeçar. Kjo marrëveshje firmoset me Saxon International Energy, që sot quhet Bankers Petroleum Albania. Marrëveshja e vitit 2004 parashikonte një sër lehtësirash fiskale, përfshirë këtu dhe përjashtimin nga aksiza për lëndët që do të përdoreshin gjatë proceseve hidrokarbure, pra gjatë proceseve të nxjerrjes së naftës bruto. Një nga përjashtimet nga aksiza ishin edhe produktet energjetike që përdoreshin gjatë këtyre proceseve dhe këto përjashtime kanë qenë të legjitimuara me ligj
nga qershori 2004 deri në datën 1 prill 2014. Pra Bengers Petroleum ka qenë e përjashtuar nga aksiza mbi produktet energjetike që përdoreshim në procedurat hidrokarbure deri në 1 prill të vitit 2014. Nga data 1 prill 2014. Dhe besoj e bëni dhe diferencën që përkon edhe me ndryshimin e qeverive në atë kohë. Nga data 1 prill 2014 e në vazhdim hyn në fuqi ndryshimet e paketës fiskale, ku këto produkte energjetike nuk kishin më të përjashtuara nga aksiza. Pra nga 1 prilli 2014, produktet energjetike të cilat përdoreshin në proceset hidrokarbure nuk ishin të përjashtuara nga aksiza. Në këtë periudhë ka patur disa korespondenca midis administratës doganore dhe shoqërisë në fjalë, nëse hollusi që përdoreshe pikërisht për këto procese ishte apo jo pjesë e këtyre përjashtimeve. Nga ana administratës doganore në atë kohë ka patur një qëndrim ku edhe shoqëria është bërë me dije që produktet si hollusi, diluenti edhe produktet tjera energjetike nuk ishin të përjashtuara nga aksiza për gjatë proceseve hidrokarbure. Në shtator të vitit 2014, administrata doganore, shtator 2014, fiksojeni datën, administrata doganore njofton shoqërinë për një detyrim aksize të papaguar në lidhje me hollusin e përdorur gjatë proceseve të hidrokarbureve, pra të nxjerrjes së naftës bruto. Detyrimi që i nxjerr në atë kohë ishte 589 milion lek. Bangers Petroleum, nisur dhe nga akti administrativ, i nxjerr nga ana e administratës doganore, e kalon dhe ankimon në gjykatë pra këtë akt administrativ, duke ju drejtuar gjykatave shqiptare dhe duke e bërë këtë çështje objekt të shqyrtimeve. Pra në shtator të vitit 2014, Bangers Petroleum fillon procesin gjyqësor ndaj administratës doganore nëse hollusi apo diluenti që përdorte për gjatë proceseve hidrokarbure ishte apo jo objekt i pagesës së aksizës. Kjo çështje do kalonte të gjitha hallkat e gjyqësorit, deri në gjykatën e lartë, madje deri në gjykatën kushtetuese. Dhe i gjithë procesi, pra për aktin administrativ të vitit 2014, deri në përfundim pra të një vendimarrje që u mor nga gjykata e lartë, ka zgjatur pothuajse 10 vjet. Dhe vendimi i gjykatës lartë ka qenë në mars të vitit 2022, ku gjykata përfundimisht i dha të drejtë administratës doganore dhe i tha që po, ti mund të ushtrosh të drejtën tënde dhe të vjelësh aksizën nga produktet energjetike të cilat përdoren gjatë proceseve hidrokarbure. Pas kontrollit pra që u bë në vitin 2014, nga autoriteti doganor, ndërkohë që vijonin proceset gjyqësore, është kryer një kontroll pranë shoqërisë në datën ose më saktë për gjatë muajit maj 2019 dhe me 31/5/2019 ka një akt tjetër administrativ nga dogana, e cila e nxjerr me detyrim me shoqërinë për vlerën 3.09 miliard lek plus gjobën, që ishte sa 3 fishi i detyrimit, që është rreth 9.ca miliard lek, ku në total detyrimi plus gjoba shkojnë 12.48 miliard lek. Pra administrata doganore, përpara se sa të përfundonte procesi gjyqësor për të njëjtën çështje që ishte hapur në vitin 2014, ndërmerr një akt tjetër administrativ dhe i vendos shoqërisë një gjobë prej, pra detyrim plus gjobë prej 12.48 miliard lek. Në qershor të vitit 2019, pra menjëherë pas nxjerrjes së aktit administrativ nga doganat, kompania paraqet përsëri kundërshtimet, observacionin e saj për ta bërë këtë detyrim të pavlefshëm. Autoriteti doganor në atë kohë merr vendimin që nuk i pranon këto observacione apo këto kundërshtime, megjithatë i drejtohet Ministrisë Financave dhe në atë kohë ka pasur një korrespondencë midis administratës doganore, Ministrisë Financave dhe Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë në lidhje me këtë çështje, nëse duheshte apo jo të ekzekutoheshte ky vendim, pra ky akt administrativ i Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave. Në korrik të vitit 2019, ka pasur një vendimarrje pas korrespondencave midis administratës doganore, Ministrisë Financave dhe Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë, ka pas një vendimarrje për ta pezulluar
arktimin e këtij akti administrativ, pra të aktit administrativ të datës 31/5/2019, me arsyetimin që duhet të përfundonte një herë procesi gjyqësor që kishte nisur për të njëjtin akt administrativ të vitit 2014 dhe derisa gjykatat të shpreshin, pra derisa të përfundonte gjithë saga e gjyqësorit shqiptar, duhet ta pezullonin këtë vendimarrje, pra ekzekutimin e këtij akti administrativ. Ndërkohë, paralelisht me çështjen gjyqësore që ishte duke ndodhur në gjykatat shqiptare, në 2021 për të njëjtën çështje, por dhe për çështje të tjera, hapet gjyqi i arbitrazhit midis shtetit shqiptar dhe Bankers Petroleum, ku ndër çështjet që pretendonte Bankers Petroleum ishte edhe çështja e diluentit apo ullusit që përdoreshte në proceset hidrokarbure. Ndërkohë, në vitin 2022 merret vendimi nga gjykata e lartë, siç thash, dhe i jep të drejtë administratës doganore për aktin administrativ të lëshuar në vitin 2014. Paralelisht me këtë, kemi dhe procesin e gjyqit të arbitrazhit, procesi i cili mbaron në qershor të vitit 2024, ku kemi një vendimarrje nga gjyqi i arbitrazhit i cili i jep të drejtë shtetit shqiptar mbi pretendimet që kishte ngritur, përfshirë këtu dhe çështjen e diluentit apo ullusit që përdoreshte në proceset hidrokarbure. I njëjti vendim i gjyqit të arbitrazhit, pra i qershorit 2024, ankimohet përsëri nga ana e Bankersit në gjykatat ndërkombëtare, ku së fundmi gjykatat ndërkombëtare në dhjetor të vitit 2024 marrin vendimin dhe japin përsëri të drejtë shtetit shqiptar mbi pretendimet që kishte në raport me kompaninë Bankers Petroleum. Këtu tani fillon dhe faza e mbledhjes së detyrimit. Pra, vendimi i fundit nga gjykatat ndërkombëtare ka qenë në dhjetor të vitit 2024. Në shtator të vitit 2025, administrata doganore kërkon riaktivizimin e procedurave administrative dhe nisjen e veprimeve për ekzekutimin e këtyre vendimeve. Edhe në këtë fazë, sapo doganat filluan procesin për ekzekutimin e këtij vendimit, kompania nis procedurat në gjykatat administrative në Lushnjë dhe në Tiranë për pezullimin e masës së sigurimit të padisë. Proces i cili do të vijonte deri me datën 9 dhjetor 2025. Pra, pas më shumë se sa 10 vitesh. Flasim shtator 2014 deri në 9 dhjetor 2025. Gjykatat më në fund vendosin, pra si në territorin shqiptar edhe gjykatat ndërkombëtare, që administrata doganore, shteti shqiptar, i ka të legjitimuara dhe të drejta të gjitha pretendimet në raport me Bankers Petroleum Albania. Pra, pas vendimit të datës 9 dhjetor 2025, ku gjykatat shqiptare i japin të drejtë administratës doganore, administrata doganore nis me njëherë veprimet për ekzekutimin e detyrimit. Në momentin që fillojnë procedurat, pra administrata doganore fillon procedurat për ekzekutimin e këtij detyrimi, rezulton se Bankers Petroleum nuk kishte mjaftueshëm para, ose nuk kishte 120 milion euro në llogarinë bankare, të cilat mund të bllokoheshin nga administrata doganore dhe që të bëheshte likuidimi i detyrimit të ngritur në aktin administrativ. Nga ana tjetër, paralelisht me veprimet që po ndërmerr dhe ndërmori dogana në atë kohë, kompania ankimon në gjykat aktin administrativ të në vitit 2019 për trajtimin në themel të çështjes. Dhe kjo çështje e aktit administrativ, pra të lëshuar në 2019, që lidhet me gjobën, me detyrimin 3 miliard dhe gjobën 9 miliard, pra në total 12.48 miliard, është aktualisht në gjykatën shqiptare duke u trajtuar. Pavarësisht kësaj, administrata doganore u ul me shoqërinë dhe kanë gjetur dakordsinë që për sa kohë procesi është në gjykim nga ana e gjykatave shqiptare, të vijohet me pagesën e detyrimit prej 3 miliard lekësh apo 30 milion eurosh. Është dakordsuar dhe gjithë dakordësimi dhe marrëveshja dhe gjithçka është bërë në përputhje të plot me legjislacionin që kemi në fuqi dhe kjo pagesë, ky detyrim është duke u shlyer me koste. Kontrata parashikon pagesën me $300.000 çdo muaj për 3 muajt e parë, me $500.000
çdo muaj për 3 muajt e mëpasshëm dhe me $973.000 për periudhën e mbetur të detyrimit, pra për periudhën e mbetur të marrëveshjes. Kjo marrëveshje është mbyllur me datën 4 shkurt 2026. Kontrata është duke u respektuar nga ana e kompanisë dhe deri sot që flasim janë mbledhur $1.5 milion në përputhje dhe me skedulin e pagesave. Tani, trajtimi i kësaj çështje në mënyrë kronologjike është i rëndësishëm për të kuptuar gjitha hapat që janë ndjekur nga shteti shqiptar në lidhje me këtë çështje dhe ndër vite. Në fakt, zoti Shea është kjo qeveri që ka ushtruar gjitha kontrollet në zbatim të ligjit, ka mbrojtur të drejtën e shtetit shqiptar, jo vetëm në gjykatat në Shqipëri, por edhe në gjykatat ndërkombëtare, ka fituar betejën juridike mbas më shumë se sa 10 vitesh dhe ka ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme për të mbledhur detyrimet e prapambetura të kësaj shoqërie.